Ky është njëri prej parkingjeve në komunën e Çajirit, në cilin ka ende vetura të prishura që rrin prej kohësh. Hapësira që kanë zënë është një barë më shumë për qytetarët që kanë nevojë të parkojnë veturat e tyre në këtë hapësirë të rrugës John Kennedy në Shkup. Banorët ankohen se shumë herë duhet që të presin shumë për gjetur një vend të lirë. Ndërkohë që nga data 14 prill, Komuna e Çajirit ka nisur një aksion për të paralajmëruar pronarët e këtyre makinave që t'i heqin ato. Pronarëve u janë dhënë 8 ditë kohë për të larguar këto mjete. Në një publikim në rrjetet sociale, kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, deklaroi se qindra vetura që prej vitesh zën hapësira publike, pa lëvizur dhe pa funksion, po largohen një nga një. Kjo do thotë më shumë vend parkingje për banorët, më shumë rend dhe më shumë siguri në lagjet tona. Ky aksion sjell hapësira të lira për parkim, qarkullim më të lehtë dhe midis më të pastër dhe më të rregullt, deklaroi Mexhiti. Ndërsa afati i dhënë nga komuna ka kaluar, ende gjenden vetura që mbesin në hapësira publike dhe duhet të largohen.